Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zbulohet sekreti, përzieni sot buke me ujë dhe shikoni mrekullinë në flokët tuaj. Soda e bukës është një produkt i zakonshëm që mund të gjendet në pothuajse të gjitha kuzhinat. Është shumë e përdorshme pasi ajo mund të përdoret si në ushqim, ashtu edhe në pastrim. Për më tepër, bikarbonati i natriumit ka gjithashtu efekte të ndryshme shëndetësore dhe terapeutike. Kjo do të thotë se ajo ka aftësinë për të ndaluar humbjen e flokëve dhe për të stimuluar rritjen e tyre. Bikarbonati vepron si një shampo natyrale sepse mundet të pastrojë flokët. Ajo shërben si një zbutës sepse mund të zbusë flokët. Siç mund ta shihni, ky përbërës ka përfitime të jashtëzakonshme për flokët tuaj. Pra, pse nuk e përdorni atë në vend të shampos tuaj të zakonshme? Bikarbonati i natriumit stimulon rritjen e flokut. Në fakt, bikarbonat mund të pastrojë plotësisht flokët dhe t'i bëjë ata të butë dhe njëkohësisht më të shëndetshëm. Stimulon rritjen e flokut. Nëse flokët tuaj janë plot me toksina dhe me kimikate, ajo do të nxjisë rritjen e flokëve. Bikarbonati i natriumit do të pastrojë flokët tuaj në mënyrë më efektive se çdo shampo. Kjo nuk është e gjitha. Ajo gjithashtu do t'ju ndihmojë të hiqni pastërtinë e tepërt nga floku, gjë që do t'i lejojë ata të bëhen më të fortë për një kohë të gjatë. Gjithashtu, eliminon klorin. Nga ana tjetër, klori mundet të dëmtojë flokët tuaj, gjithashtu mundet të ndryshojë edhe ngjyrën e flokëve. Bikarbonati i natriumit heq klorin nga flokët dhe koka duke parandaluar dëmtimin e flokëve. Eliminon gjithashtu mbetjet e dëmshme të flokëve. A e dini se çdo xhel, shampo ose llak i flokëve të mbetur mund të dëmtojë flokët tuaj duke i bërë ata njëkohësisht më yndyrë, por soda e bukës mundet që t'i pastrojë flokët tuaj natyrshëm. Është një përbërës i dobishëm i cili përmirëson ndjeshëm cilësinë e flokëve tuaj dhe heq çdo balsam ose mbetje shampoje, e cila siguron një shkëlqim të qëndrueshëm të flokëve. Receta: gjithçka që ju duhet të bëni është të përzieni ujë dhe bikarbonat në një raport 3:1. Mbani në mend se sa më të gjatë flokët, aq më shumë shampo duhet të përgatitisni. Në veçanti, është e këshillueshme për përzierjen 6 lugë ujë me 1 lugë gjelle sodë buke nëse keni flokë deri mbi shpatulla. Ju mund të filloni ta vendosni përzierjen që nga rrënjët e flokëve në skajet dhe ta mbani ashtu për disa minuta. Pastaj, ta shpërlani me ujë të ngrohtë dhe në fund është e këshillueshme që ju të lani flokët me përzierje të uthullës së mollës në një raport 4:1. Për më tepër është e mundur të shtoni disa pika vaj esencial. Siguroni që kjo përzierje mos t'ju hyjë në sy. Flokët janë një pjesë shumë e brishtë e trupit të njeriut dhe shumë të rëndësishëm për paraqitjen e jashtme. Ekspertët thonë se edhe shampot përmbajnë substanca të dëmshme, siç është për shembull sulfati, të cilat kanë një ndikim të fortë jo vetëm tek floku, por edhe tek i gjithë organizmi në përgjithësi. Shëndeti i flokëve është gjatë gjithë kohës nën kërcënimin e ndotësve të jashtëm, por ai njëkohësisht ndikohet fort edhe nga mungesa e ushqyesve të rëndësishëm të cilët merren nëpërmjet një regjimi të shëndetshëm dhe për rrjedhoj, ekspertët këshillojnë aplikimin e produkteve natyrale njëkohësisht për të mirëmbajtur dhe për të ushqyer flokun. Një prej këtyre produkteve natyrale është pikërisht soda e bukës. Kjo e fundit përdoret për pastrim, gatim, por edhe kundër disa sëmundjeve. Soda e bukës ofron përfitime të larmishme për flokët. Së pari, soda e bukës e pastron dhe i jep shkëlqim.
Së dyti, ajo e bën flokun më të fortë dhe nga ana tjetër stimulon rritjen e tij. Soda e bukës gjithashtu rigjeneron flokët e dëmtuar, duke i bërë ata më të shëndetshëm dhe njëkohësisht plot jetë. Nga ana tjetër, soda e bukës nuk përmban asnjë lloj kimikati të dëmshëm, ndonse përpara përdorimit, njerëzit këshillohet të sigurohen që nuk janë alergjik ndaj saj. Si të përdorni sodën e bukës për shëndetin e flokut. Soda e bukës duhet përzier gjithashtu me ujin e pastër në një shishe qelçi ose plastike. Në qoftë se ju keni flok të shkurtër, përzieni një lugë gjelle me sodë buke dhe 3 lugë gjelle me ujë. Në qoftë se floku juaj arrin deri tek supet, atëherë duhet që të përdorni 1/2 lugë gjelle me sodë buke me 6 lugë ujë. Sa më i gjatë që të jetë floku, aq më shumë sodë buke mund të përdorni. Maskën ju mundet ta përdorni në flok të lagur ose të thatë, duke e aplikuar nga rrënja tek maja. Mbajeni maskën për disa minuta dhe më pas lajini kokën tuaj me ujë të vakët. Për shpëlarje mund të përdorni një tretëstir uthulle duke përzier 1 lugë gjelle me uthull molle me 4 lugë gjelle ujë. Pavarësisht nëse dëshironi që fillimisht të hiqni qathe pjesën tjetër të bojës që keni në flok, apo të çelni ngjyrën tuaj natyrale, duhet të dini këto truke. Soda e bukës është e njohur më së shumti edhe si soda bikarbonati natriumit. Është një nga përbërësit e preferuar në çdo familje. Me të ne mund të heqim njollat, paksojmë aromat e padëshiruara dhe e përdorim atë kur vuajmë pikërisht nga urthi dhe kur duam të zbardhim dhëmbët, madje dhe si një skrab të lehtë për lëkurën. Megjithatë, një efekt të njohur, por edhe të fuqishëm, soda e bukës e ka mbi flokët. Mbani në mend se megjithëse ky përbërës është efektiv në zbardhjen e flokëve dhe heqjen e bojës së padëshiruar të flokëve, soda e bukës nuk është për të gjithë. Ajo i largon mbetjet e produkteve të cilët janë grumbulluar në flok dhe në lëkurën e kokës, por për shkak se është shumë alkaline, mundet që t'i thaj flokët dhe t'i bëj të dobët dhe të brisht. Ndryshe nga shampo dhe balsamët, soda e bukës nuk përmban përbërës hidratues të cilët sigurojnë lagështi për flokët. Ndaj, është mirë që të mos e përdorni këtë recetë nëse tashmë keni flok të thatë. Në qoftë se ju nuk keni probleme me flokët e thatë, me siguri do t'ju pëlqejnë këto 2 truke. Sodë buke me ujë. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 1 lugë gjelle sodë buke dhe sasi më të vogël ujë. Si të përdoret? Hidhni ujë mjaft në sodën e bukës për të marrë një masë me densitet mesatar, as shumë të holluar me ujë dhe as shumë të trash. Më pas, masazhoni butësisht flokët tuaj dhe më pas lëreni të veprojë për 20 minuta dhe shpëlajini ato me ujë të vakët. Sodë buke me hidrogjen. Përbërësit janë 2 lugë çaj sodë buke, 1,5 lugë çaj peroksid hidrogjeni. Si përdoret? Përzieni këta 2 përbërës derisa të përfitoni një pastë, lëreni për rreth 1 orë nëse keni flok të errët ose gjysmë ore nëse keni flok më të hapur dhe më pas shpëlajini me ujë. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.